Kryebashkiaku i Kamzës Xhelal Mziu është një nga debitorët më të mëdhenj të energjisë elektrike. Kështu deklaroi sot nga foltorja e parlamentit deputeti socialist Tauland Balla, sipas të cilit kreu i Bashkisë së Kamzës i është bashkuar protestës së opozitës për të mos paguar shumë 1.1 milion lek të dritave. Deputeti Balla paralajmëroi se do të publikojë në ditët në vazhdim edhe faturat e papaguara të kreut të opozitës Lulzim Basha. Xhelal Mziu është një ndër debitorët më të mëdhenj të OSHE. Familja Xhelal Mziu ka papaguar deri ditën e djeshme 1.139.397 lek, për qenë korrekt dhe transparent. Ja dhe faturat e papaguara të Xhelalit, që bashkë me Lulin dhe Saliun bërtisnin shtunën që nuk duan paguar me energjinë elektrike, prandaj duan të rrëzojmë qeverinë. Ndërkohë ka qenë i menjëhershëm reagimi i Bashkisë së Kamzës, duke theksuar se e familja e tij dhe Bashkia Kamës nuk janë debitorë për energjinë elektrike. Në të vërtetë, Xhelal Mziu ashtu si 200.000 vetë të pranishëm në protestën e 22 nëntorit, që po fut merrin qeveritarëve të errësirës dhe varfërimit, protestoi kundër rritjes së çmimit të dritave nga ana e qeverisë, kundër rritjes së taksave, papunësisë, kundër varfërimit çdo ditë më shumë të shqiptarëve, kundër prishjeve në mënyrë selektive të paligjshme të banesave dhe lokaleve, kundër terrorit të shtetit policor. Për sa i takon energjisë elektrike, kryebashkiaku Xhelal Mziu pohon se është korrekt në pagimin e faturave të saj, përfundoi reagimi i Bashkisë së Kamzës.